Përmes programit kombëtar të strehimit social, qeveria shqiptare po ofron zgjidhje të përballueshme dhe cilësore për familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme që nuk mund të përballojnë blerjen e një shtëpie me çmimet e tregut. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha ndau në rrjetet sociale pamje nga transformimi që ka sjellë ky program në rehabilitimin e shtëpive në disa bashki të vendit. Gonxha tha se si asnjëherë më parë, 1253 familje në 35 bashki përfitojnë nga programi kombëtar i strehimit social. Nga kjo mbështetje përfitojnë pensionistët e vetmuar, familjet me ndihmë ekonomike, familjet me një prind dhe familjet pa të ardhura. Sipas tij, me një vlerë financimi për rreth 1 miliard lekë nga buxheti i shtetit, ky projekt do të adresojë nevojat për përmirësimin e kushteve të banimit për 1253 familje në nevojë në të gjithë vendin. Zbatimi nis në korrik gusht të 2025-s dhe zgjat për 2 vite, një hap konkret drejt kushteve më të denja jetese për familjet në nevojë, përmirësimi banesave, infrastruktura rurale dhe akses më i mirë në shërbimet jetike, u shpreh ministri. Investimet në kuadër të programit kombëtar të strehimit social 2025-2026 përfshin bashkitë në të gjithë vendin. Projekti përfshin investimet në banesat sociale nëpërmjet adaptimit të objekteve ekzistuese ose ndërtimit të ri, përmirësimi banesave për komunitetet e pafavorizuara, përmirësim i infrastrukturës veçanërisht në zonat informale, si dhe streha të përkohshme përmes blerjes, montimit dhe adaptimit të objekteve ekzistuese.